Nëse ndjen tension ose ngarkesë emocionale mes asaj që ke qenë dhe asaj që Allahu po të thret të bësh, dije që kjo është një shenjë e mirë për të rritur shpirtërisht. Mos u kthe pas tek ajo që është e rehatshme, sepse ajo nuk do të japë plotësimin që kërkon. Lëri pas të vjetrat dhe mirëpriti të reja, sepse misioni që Allahu ka për ty nuk është gjithmonë i lehtë apo i dëshirueshëm për egon tënde, por është pikërisht ajo që të shërben dhe të çon drejt qëllimit tënd të vërtet. Allahu thot në Kur'an, ndoshta ju urreni një gjë, ndërsa ajo është e mirë për ju, ose ndoshta e doni një gjë, ndërsa ajo është e keqe për ju. Allahu e di, ju nuk e dini. Surja El-Bekare 2:216. Ky ajet na tregon se ne mund të mendojmë që një gjë është e mirë për ne, por në fakt ajo mund të mos jetë dhe anasjelltas. Allahu është i plotfuqishëm dhe i ditur dhe ai di më së miri se çfarë është më e mira për ne. Kështu që prano ndryshimet që të shfaqen në rrugën tënde dhe beso që çdo hap të afron më pranë asaj që Allahu ka përgatitur për ty. Besoj udhëzimit të Allahut dhe përballu me paqartësinë dhe frikën, sepse përmbushja dhe bekimet për të cilat je lutur të presin në anën tjetër.